Përshëndetje të gjithëve. Sot kam një recetë paksa të veçantë, sepse nuk e kam gatuar unë, por gjyshi nga babai i Reos, nipit tim. Ai është nga Vlora dhe siç bëjnë shpesh vlonjatët, thonë me shaka se atje peshku gatuhet më së miri. Receta është shumë e thjeshtë, por jashtëzakonisht e shijshme. Sardelet unë i kam larë dhe i kam pastruar, i kam gati. Një luk me ajo liri, edhe një luk e gjysëm, po një luk që është brenda. Ja. Shishin e verës. Verë të kuqe. Po nash të kuqe ndaçë Edhe të bardhe. Edhe të bardhe. Mund ta zëvendësoj me uthull? Jo, duhet verë. Edhe me uthull. Po, vera është më e mirë, edhe vera e mollës është më e mirë akoma. Po. Edhe një luk çaj krip. Tani, po që më shumë qik më pak, po. Varet nga shijet. Si mos personave që ka nevojë për krip, ka mos i mos të fare krip, po t'ja është krip. Është momenti për t'i përzier mirë. I marinoj mirë me këtë. Dhe kështu me kripën dhe verën mund t'i lëmë për disa minuta, ose mund t'i vendosim në tavë dhe t'i pjekim me një herë. Kam marinuar, po. Marim tavë. Dhe si i kemi? Si që kemi i shtrim në tavë. I vendosim në tavë. Në mënyrë, do të thonë të rregulla po të shëreu se duash ti, s'ka nevojë fare. Po dhe i rregullojmë një çik Recep. I rregullojmë pak? Do t'i rregullojmë. Ka si bukuri. Ne ma mua tasin këtu. Del ta marrë tasin? Po. Ashtu. Ja të ndihmoj edhe unë për ti për çik shumë. Po një pozicion, vazhdo se ashtu i do, ashtu edhe unë po të rregulloj. Nuk ka sfera, jo dhe nuk ka nevojë. Megjithatë, mua më pëlqejnë gjërat kur janë të sistemuara. Fare mirë, mund t'i linim edhe në mënyrë të çrregullt, por si është ajo fjala e urtë e popullit, që gjithçka e hasyri. Ndaj estetika është e rëndësishme në një recetë gatimi ose në një servirje, mund të themi. Megjithatë, pa përtuar fare, i rregullojmë të gjithë peshqit duke i rënditur radh. Edhe nëse do t'i linim për disa minuta, ose mund t'i përgatisim në drekë edhe mund t'i pjekim në darkë, mendoj se nuk është gabim edhe nëse i pjekim me njerë, pasi i kemi marinuar, por edhe nëse do qëndronin edhe më gjatë. Shija e tyre ngelet. Sistemojmë edhe këta peshqit e fundit që kanë ngelur. Shumë bukur është. 2-3 feta da finë, 4 feta da finë, ja, po i vënd tip kryshi, edhe vi qefin të ja. Po, da finë, hutra, po. S'ka nevoj, dhe mënyrë të çrregullt. Po, ato shujdhe. Se ti mas të ke qef, ti vësh edhe me radhë. Unë s'kam qef dhe me radhë, po, do të vi qefin të ja. Jo. Ta them shumë me sinceritet. Be, si të pëlqen. Jo dhe këto, tani, Po. dhe të edhin pak ujë, që mos të ndigjet tavë. Po. Kupton apo jo? Po. Tani kjo ka qiko edhe, unë dhe të jetë qik më pak. Dy 3 lugë me ujë. Edhe ujë lëshoj vetë peshku dhe direkt në furr. Direkt në furr. Për sa minutë? 10 deri në 15 minuta. Si e shikoni, peshku tashmë është gati, mund ta lini me pak lëng, mund ta lini të dalë në yndyrë, po kjo është ideja e kësaj tave. Faleminderit gjyshit për këtë recetë vlonjate dhe faleminderit ju që më ndiqni gjithmonë.